Përshëndetje dhe mirë se erdhët në A2 sot kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. 4 vrasje brenda 3 ditëve u shënuan Kosovë duke sjellë një situatë vështirë edhe për autoritetet. Albin Kurti, i cili ende nuk ka mundur të krijojë qeverinë e re, mblodhi sot kabinetin aktual duke kërkuar angazhim maksimal nga policia që ngjarje të tilla të parandalohen. Prokuroria e Tiranës merr të pandehur ish-drejtorin e IT-s në Policinë e Shtetit Ervin Muça. Ai akuzohet për ndërhyrje të paautorizuar në sistemet kompjuterike duke kopjuar të dhënat në sistemin Teams. Sipas prokurorisë, futi në godin persona të paautorizuar dhe kjo ngjarje ndodhi gjatë natës. Rusia dhe Ukraina kanë rënë dakord të sigurojnë kalim të sigurt për anije tregtare dhe të ndalojnë sulmet ushtarake në detin e Zi. Ukraina ka pranuar ujdin, por shton se çdo lëvizje anijeve detare ruse do të ishte shkelje e marrëveshjes. Rejmanaj është në garë për çmimin lojtari më i mirë i raundit të dytë të kualifikuesve të botrorit 2026. 2 golet e tij dhe paraqitja pozitive ndaj Andorrës është vlerësuar dhe UEFA ka hapur një proces votimi në faqen e saj zyrtare për të përzgjedhur futbollistin më të mirë. Mirë, vrasjet e fundit në Kosovë, më saktë 4 vrasje brenda 3 ditëve kanë qenë në fokusin e mbledhjes qeverisë Kurti ditën e sotme. Për të mësuar më shumë detaje do të lidhemi me gazetarin e A2 CNN në Prishtinë, Idal Gola. Idal, përshëndes. Atëherë çfarë tha kryeministri në këtë mbledhje? Kryeministri Albin Kurti në adresimin e tij në hyrje të mbledhjes ekzekutivit shpreh ngushëllime të gjithë familjarëve të 4 viktimave të cilët humbën jetën në 3 ditët e fundit nga armët e zjarrit, me rastin e fundit të mbrëm në Prishtinë ku një person rreth 60 vjeç pas të shtënave marrës zjarri ka humbur jetën në spital, ndërsa një tjetër është i plagosur. Policia ka thënë për këtë rast se kanë qenë 2 persona të maskuar dhe të armatosur që kanë shtënë në drejtim të viktimës dhe të plagosurit, i cili tashmë gjendet i hospitalizuar në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe në kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën. Kryeministri Kurti kërkoi një përpjekje maksimale nga policia e Kosovës, por edhe nga hetuesia që të sjell para drejtësisë të gjithë autorët e këtyre ngjarjeve, si dhe të bëhet një analizë e detajuar në mënyrë që të parandalohen raste të tilla në të ardhmen. Ai ka thënë se opinioni ashtu në mbar vendin është i tronditur nga këto 4 vrasjet e 3 ditëve të fundit. Për më shumë ju ftoj të ndjekim një deklaratë nga mbledhja e qeverisë. Fillimisht dua të ndoj shqetësimin dhe brengën e njëjtë me gjithë ju këtu të pranishëm dhe bashkëqytetarët tonë në lidhje me 4 vrasjet e regjistruara në 3 ditët e fundit. Ftoj organet e rendit, hetuesisë dhe drejtësisë që të trajtojnë me seriozitetin më të lartë shkaqet, rrethonat dhe predispozitat e dorazve në mënyrë që edhe të vihet drejtësi edhe të parandalohen raste të këtilla në të ardhmen. Vrasja është akti më i rëndë që mund t'ia bëjë njeriu njeriut, ajo asnjëherë nuk guxon të normalizohet. Vrasja është jo vetëm vrasje e njeriut, por edhe e shoqërisë në të cilën ai njeri bënte pjesë, pra shoqërisë sonë. Gjithë vendi është tronditur e është lënduar nga kjo seri e vrasjeve që duhet të ndalohet, të ndalet, të dënohet. Na duhet natyrisht analizë kujdesshme profesionale, veprim i menjëhershëm institucional dhe reflektim shoqëror që adreson dhunën që kemi parë në këto ditët e fundit. Mirë, jemi me një kryeministër në detyrë. Kosova është ende pa qeveri, por sa ndikon kjo ideal në mbarvajtjen e punëve dhe çfarë po ndodh pra me qeverinë e re? I ka numrat për të bërë pra qeverinë e re Kurti, apo do të kemi një qeveri me një bashkim të opozitës? Po, ashtu si që përmendet edhe ju, tashmë nga
e shtuna më saktë 22 mars, Kosova ka kaluar në qeverinë e detyrë pasi qeveria aktuale ka përmbushur mandatin e saj 4 vjeçar, rrjedhimisht tashmë obligimet apo detyrat e kësaj qeverie janë shumë të kofizuara, duke u përmbajtur nga propozimi i projektligjeve, marrëveshjet e mundshme, marrëveshjet të ndërkombëtare, emërimet e ndryshme në institucione që janë në varësi të qeverisë dhe të tjera, pra derisa të kemi një qeveri të re, do të jetë kjo qeveri në detyrë e cila do të jetë ose do të vijoj punën për të pasur një ngërç politik, vetëm në raste të jashtëzakonshme, si ato të luftave apo fatkeqësive të rënda natyrore, i hiqen kufizimet e qeverisë në detyrë, por në këtë rast nuk është ky rasti me qeverinë e Kosovës. Procesi zgjedhor ende nuk është mbyllur. Aktualisht janë disa ankesa duke u trajtuar nga Gjykata Supreme, do të ketë afat deri sonte në mbrëmje. Janë edhe 2 nga 3 ankesat, përfshirë një të lëvizjes vetëvendosje që kërkon të përsëritet votimi me postë në diasporë për shkak të pretendimeve të saj në lidhje me manipulime nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Pritet që gjatë ditës pra Supremja të vendos për këto ankesa dhe më pas t'i hapet rrugë certifikimit të rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Certifikimin e nënkupton edhe rrjedhjen e afateve ligjore, që do të thotë se 1 muaj nga certifikimi duhet të mblidhet kuvendi i Kosovës dhe kuvendi konsiderohet i konstituar në momentin kur zgjidhet kryetari, që sipas legjislacionit në Kosovë i takon ekskluzivisht partisë fituese, pra në këtë rast lëvizjes vetëvendosje, e cila duhet të propozojë një emër dhe të votohet të paktën nga 61 deputet. Dhe kur jemi te numrat, situata vazhdon të jetë vërtet e paqartë, pasi nga lëvizja vetëvendosje nga kryeministri në detyrë Kurti është thënë që duhet të pritet certifikimi, por më shumë duket sikur një zvarritje, për shkak se certifikimi nuk pritet të ndryshojë asgjë në shpërndarjen e mandateve që tashmë partitë i kanë të njohura nga rezultati përfundimtar. Nuk ka pasur ndonjë përpjekje as ndonjë takim të lëvizjes vetëvendosje me parti të mëdha opozitare shqiptare. Vetëvendosje është prerë hapur vetëm për bashkëpunim me minoritetet jo serbe dhe me ministrin aktual serb të kthimit Nenad Rashić, pra duke përjashtuar edhe listën serbe që normalisht nuk bëhen 61 deputet të kuvendit të Kosovës. Në anën tjetër, opozita ka qenë më aktive, ka pasur disa takime mes krerëve të Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, të cilët do të presin që në përpjekjen e parë lëvizja vetëvendosje të dështoj dhe më pas ashtu siç obligon ligji, pastaj në herën e dytë të tentojnë ata gjithmonë nëse e bindin edhe presidentën se kanë 61 vota të mjaftueshme në mënyrë që ajo t'i jap edhe mandatin partive opozitare. Është shumë e paqartë, pra do të presim edhe konstituimin e kuvendit, se pastaj do të rrjedhin edhe afatet ligjore edhe për qeverinë. Nëse nuk do të ketë në 2 tentime një qeveri të votuar, atëherë vendi do të shkojë automatikisht në zgjedhje të jashtëzakonshme. Idel Gola, të falenderoj për informacionet më të fundit nga Prishtina. Socialisti Edi Rama ndodhet në Shkodër për të vijuar takimet me kandidatët socialist për të marrë për të kërkuar pra votën në 11 maj. Taksat e atyre që banojnë dhe që punojnë në Shqipëri dhe një buxhet nga familja e përbashkët evropiane, i cili është shumë domethënës për ne. Ka qenë jashtëzakonisht domethënës për gjitha vendet që kanë hyrë në Bashkimin Evropian. Fal atij buxheti ekstra, ato kanë bërë kapërcimin historik nga vende të mbetura mbrapa në shumë aspekte ish komuniste në vende europiane, shtete të Bashkimit Evropian. Dhe shembulli më i thjesht është që në gjithë të vite ne kemi marrë mbështetje nga Bashkimi Evropian diçka më shumë se 1 miliard euro. Me hyrjen në Bashkimin Evropian çdo vit ne do të marrim 1 miliard euro. Ky është, domethënë,
praktikisht është një 10 fishim. Bujqësia, ne në gjithë të vite kemi marrë nga Bashkimi Evropian më pak se 200 milion euro në mbështetje në total. Shumë më pak se 200 milion euro. Me hyrjen në Bashkimin Evropian do të marrim 300 milion euro në vit, që do t'i shkojnë fshatit, drejt për drejt. Dhe të tjera që nuk po i marrë me radhë, se janë shumë përfitime, dhe në momentin kur i e përpara kësaj mundësia, çfarë diskutimi është për këtë votoj? Dhe pse çdo lloj devijimi i votës në një drejtim tjetër, këtë mundësi e vën rrezik, sepse ne jemi duke negociuar antarësimin. Tani ne jemi këtu duke folur për këtë punën tonë. Në Tiranë janë 1000 veta që janë në përzyra që punojnë me negociatat. Çdo ditë, dhe bëhet fjalë për qindra mijëra faqe punë. Ligje, vendime, rregulla që duhen transferuar në organizmin ton legislativ dhe regulator. Qindra mijëra faqe. Kjo do të thotë që nuk ka asnjë minutë për të humbur. Dhe afati i dakordsuar me ta është fundi i 2027-s. Ne kemi nisur negociatat vjet. Dhe në fund 2027-s na është hapur kjo derë që t'i mbyllim dhe të futim Bashkimin Evropian. Bashkë me Malezi. Malezi ka nisur në 2012. Vetëm kaq mjafton për të kuptuar që është një mundësi e artë që na është krijuar tani për arsye jo vetëm tonat që ne kemi bërë detyrat, por për arsye të gjeopolitikës dhe të situatës përgjithshme ku Bashkimi Evropian kërkon të shtojë rradhat e veta dhe do t'japi një mesazh botës që ne po zgjerohemi dhe po rritemi në numër dhe do të unifikojë gjithë perimetrin e vet sepse Europës në kufi me Rusinë, sepse përndryshe jemi të kërcënuar. Dje komentova një publikim të bërë, anketimi që ka filluar në 1983 i gjithë popujve të Bashkimit Evropian lidhur me sa e mbështesin Bashkimin Evropian, ka nxjerrë një rezultat shokues. Bashkimi Evropian sot si organizim në gjithë 27 vendet ka mbështetjen më të madhe që ka pas që nga 1983. Mbështetje që i ra shumë në vitet paraardhëse. Pse ka mbështetjen? Sepse popujt e Europës e kanë ndjerë që duhet me u bashku, duhet me qenë bashkë, duhet me garantu perimetrin, sepse këtu nuk bëhet më fjalë për jo po kjo, jo po ajo, se kjo kështu, se kjo ashtu, këtu bëhet fjalë për ekzistencën dhe bëhet fjalë për të mbrojtur sovranitetin, për të mbrojtur lirinë, për të mbrojtur gjithë ato që janë fituar nga kërcënime të ndryshme dhe nga lufta. Tashi, çfarë do diskutojmë ne këtu në 11 maj? Në momentin që ka një luhatje, dhe luhatje unë nuk e shoh si një kalim i shumicës nga një anë tjetër, se kjo nuk ndodh, por ka një luhatje në aspektin e çfarë shumice del. Del një shumicë si kjo që kemi, del një shumicë edhe më e vogël se kjo që pavarësisht se pra, del 71, del 74, çfarë del? Apo del një shumicë që i thot Brukseli dhe i thot të 27 vendeve, ne populli shqiptar duam urgjent të hyjmë Bashkimin Evropian dhe prandaj e mbështesim këtë forcë politike, pavarësisht se nuk jemi të gjithë me këtë forcë politike, siç shqiptarët mbështetën Partinë Demokratike në 92-shin kur i dhanë fund ndarjes me historinë e të shkuarës dhe hapën një kapitull 3. Nuk ishin të gjithë antar apo simpatizant të
PD-s, po ishte PD-ja e vetmja gjë e mundshme në kohën e dur dhe në vendin e dur. Sot është koha e dur, 11 maj, ky është vendi i dur, ti jesh në qendrën e votimit dhe patjetër që adresa e dur është vetëm Partia Socialiste. Çdo gjë tjetër është një budallëk. Është një budallëk. Ku do ta çosh votën? Për çfarë? Për marrëzit që fliten. Parti Këneda as nuk diskuto parti të reja, partia më e re sot dhe unë po ja u them statistikisht është Partia Socialiste. Është Partia Socialiste. Se merri dhe për qesh kur të pash që këto të rejat kishin janë 17 personazhe që i prekte dekriminalizimi. Nuk diskutohet që s'kam asnjë akuzë për të bërë, sepse unë e di se si mund të ndodhi. Nuk kam pas dieni. Por kanë dalë rrugëve, kanë kërkuar njerëz. Merr babën, merr xhajën, merr vllajën, merr atë, pastaj këdo kapi dhe një tjetër me mush listën. Edhe çfarë do t'i japësh atyre? Puna atyre që bën çfarë duan, të han kokat me njëri tjetrin nga jo han. Po unë këtu e kam për ata që janë mendje hapur dhe pavarësisht se mund mos jenë mbështetës Partisë Socialiste dhe nuk ju them hajde bëuni mbështetës, hajde bëuni socialistë, ju them votoni në datën 11 maj që ne të jemi blok dhe t'i themi BS po vim. Dhe në 12-13 maj kur këtu të numërohen votat, ata 1000 veta që merren me negociatat vazhdojnë punën dhe mos rrinë të shohin televizor e prit se si po del Shkodra. Nuk duhet ndodhi. Shumë e thjeshtë. Nuk duhet ndodhi. Përndryshe vështirësohen gjërat. Dhe s'kemi pse vështirësojmë një mundësi historike. Kjo është pak a shumë ajo që unë doja të teksoja. Natyrisht që deri në 11 maj do jenë gjitha mundësit për të folë për të gjitha gjërat e tjera. Nesër ne kemi shpalosjen e Shqipërisë 2030 bashkë me gjithë grupin e deputetëve për t'i dhënë një perspektivë me piketat kryesore natyrisht, sepse ndryshe nga të tjerë që bëjmë programe elektorale, ne kemi një program që për çdo fush kemi një mal me strategji, me plan, me gjitha, kështu që është shumë masiv programi ynë, është program qeverisës, dhe ne qeverisim ne nuk kemi hajtë të kapim në një gjë se s'kemi gjë në dorë dhe s'do na vi gjë në dorë dhe po i themi do i bëjmë pensionet 500 euro edhe do bëjmë naftën 5 cent. Këto i thot kur s'ka gjë në dorë dhe ja fut kote dhe pastaj as nuk e da përvosh dot që e bënda apo se bënda se nuk do fitoj dot, s'do ta ketë mundësinë ta tregoj, kështu që punë e madhe fort. Se jam treguar edhe në vend tjetër dhe më kujtojnë eksaktësisht kur në një ngushëllim me Fatosnano kur i thot ishte kryeministër, kur i thot njëri zoti kryeministër thot s'keni gjë në vi, po nuk zgjidhet përfundimisht probleme e pronës. E drejti thot Fatosi, për keni ideti, shumë e thjeshta, merrani gjithve dhe jepjen e atyre që e kam pas pronarët e vjetër, gjithë tjerët të ndahet kjo muhabet. I tha Fatosi, kjo është shumë vizionare, tha shumë e guximshme, tha, po këtë do ta zgjidhësh me Sabriun, tha që s'ka gjë në dorë. E kishte fjalën për të ndjerën Sabri Goda. Me fjalë, hajde të 100% gjitha, po edhe Sabriu i shkretin drejtin kryet Partisë Republikane, nuk e di sa mandate fitoi me këtë teori, po pastaj iku në botën tjetër dhe nuk arriti dot ta provonte që mund ta zgjidhte këtë punë, se nuk i vinte gjë në dorë. Kështu që për t'ju dhënë një punë e në i rogë edhe për të pa cirk me këta që dalin edhe bëjnë propozime çuditshme, është me çu votën, megjithatë ka lloj shihesh, lloj njerëzish punë atyre.
E rëndësishme është që të gjithë merren me ne, të gjithë s'lën gjë pa thënë për ne, të gjithë na tregojnë ne me gisht, madje kanë dhe një paturpsi tjetër shumë të madhe që na tregojnë ne me gisht për punët që po bën drejtësia. Na tregojnë ne me gisht pse disa ndër ne kanë probleme me drejtësinë. Ndërkohë që nëse kjo ditë erdhi sepse këtë ditë e sollëm ne. E solli vizioni, kurajoja, reforma jonë drejtësi, mbështetja jonë për institucionet e reja drejtësisë dhe vendosmëria që lufta kundër korrupsionit jetë totale, qoftë në parandalim, siç kemi bërë dhe siç po bëjmë reformat, gjë që e njohin të gjithë dhe që për cilën Bashkimi Evropian ka fituar një besim shumë të madh ke Shqipëria dhe thot tani ju duam të vini brenda. Qoftë me goditjet që bën drejtësia. Ne dorëzum shpatën. Për herë të parë që nga 1912-a pushteti politik s'ka shpatën që i takon ta kishte drejtësia dhe për herë të parë ka drejtësia në dorë shpatën. Tani ne duhet të ulim kokën për këtë, për te të gjitha lajthitjeve, gabimeve, çuditërave që mund të ketë ky proces, në thelb ky është një proces historik i domosdoshëm, të cilin ne e kemi mbështetur dhe mbështesim deri në fund. Deri në fund. Ndërkohë që anët e tjera, ata që s'do kenë asnjëherë gjë në dorë, ata s'pakun e shohin si të vetmen shpresë që të kapin në një gjë, sepse ndryshe s'kan se si luftojnë fare me ne, e shohin si aleat për të bërë politik opozitare. Dhe kjo është normale, puna e tyre. Ndërkohë që bufi kënetës bashkë me kënetën thonë me 12 majnë do ta shkrim. Kështu që jemi ne garantët për këtë, dhe do të jemi shumë krenar për këtë. Shumë krenar. Ne e kemi shumë të qartë vijën, kush është këtu për qëllimin e përbashkët, është i nderuar. Kush devion nga rruga për qëllimin e përbashkët dhe e përdor fuqinë që i jep populli përmes Partisë Socialiste për të bërë punë jo të ndershme mbas shpinës tonë, të shkoj atje ku ka vendin. Është shumë e thjeshtë, nuk ka asnjë gjë për të pasur dyshime dhe dilema. Por kjo është një propagandë e vazhdueshme, bum. Gjithsesi, unë besoj që ne jemi jo vetëm në kohën e dur dhe në vendin e dur, por jemi absolutisht forca e duhur për të realizuar këtë qëllim të madh, dhe kjo duhet të jetë kryefjala. Pastaj të gjitha të tjerat, një nga një, duhet dhe do të trajtohen deri në nivelin individual, deputeti me qytetarin, shtëpi, lagje, bashki, edhe në rangun e të gjithë Republikës. Shumë faleminderit. Kemi paketën e maleve. Po kemi paketën e maleve pastaj që do flasim për diçka konkrete dhe të tjera. Edhe herë, faleminderit. Ishte kryeministri Rama në qarkun e Shkodrës me kandidatët për deputet, nga ku do të kërkoj edhe votat pra në datën 11 maj. Si më tej me tjera lajme, Prokuroria e Tiranës merr si pandehuri drejtorin e IT-s në Policinë e Shtetit Ervin Muça, i akuzohet për ndërhyrje të paautorizuar në sistemet kompjuterike duke kopjuar të dhënat në sistemin Teams.
Drejtori i IT-s në Policinë e Shtetit, Ervin Muça, është marrë i pandehur nga Prokuroria e Tiranës duke u akuzuar për ndërhyrje të paautorizuar në sistemet kompjuterike, duke u referuar edhe burimeve nga grupi hetimor. Ka rezultuar se ka të bëjë me dyshimet se ka ndërhyrë në sistemet kompjuterike, konkretisht në kopimin e të dhënave të sistemit Teams, i cili është sistemi kryesor, mund të themi, i Policisë Shtetit në lidhje me regjistrimin e hyrje-daljeve të shtetasve shqiptar, por edhe të huaj në kufit e vendit. Ndërkohë nga ana tjetër, Prokuroria e Tiranës e ka veçuar këtë dosje në fakt e cila vijon të jetë ende në hetim nga ana e organit akuzës, por për vepër tjetër penale, siç është ajo e shpërdorimit të detyrës, por për persona të tjerë të cilët ende në fakt nuk janë persona të bërë publik nga organi akuzës, duke qenë se hetimet vijojnë të jenë ende të hapura. Ndërsa për sa i përket ish drejtorit të IT-s në Policinë e Shtetit, Ervin Muçës, janë përfunduar hetimet dhe është marrë si i pandehur për shkak se ka përfunduar në fakt edhe afati i hetimit ndaj tij. Ai po hetohet me masën e sigurisë arrest në shtëpi, një akuzë e cila u ngrit që në vitin 2023 ndaj Ervin Muçës, ndaj ish zyrtarit, mund të themi, të Policisë së Shtetit, ndërkohë që në atë kohë edhe drejtori i Policisë së kohës, Muhamet Rumbullaku, e pezulloi atë nga detyrat dhe më pas gjykata miratoi kërkesën e Prokurorisë së Kryeqytetit, pra gjykata e Tiranës miratoi kërkesën e masës së sigurisë ndaj tij, ajo e arrestit shtëpiak. Në fakt ky hetim, mund të themi, apo kjo ngjarje për ndërhyrjen e paautorizuar në sistemin Teams krijoi edhe polemika dhe debate të shumta në atë kohë, pra në vitin 2023, sepse zyrtarisht edhe Prokuroria e Tiranës në një njoftim të bërë publik në atë kohë pohonte se ngjarja ka ndodhur në orët e vona të 2 gushtit të 2023-shit dhe sipas prokurorisë në atë kohë pohohej po ashtu se nga veprimet hetimore të kryera nga organi akuzës ka rezultuar se Ervin Muça, por dhe persona të tjerë të paautorizuar janë futur në godinën ku mbaheshin të dhënat kryesore po ashtu të sistemit të Teams, në fakt në një godinë të posaçme me IP-n e një personi tjetër, pra punojësi tjetër i cili nuk ka qenë prezent në momentin që është hapur dera e kësaj zyre. Dhe nga të dhënat paraprake u dyshua që në krye të herës se ishte bërë kopimi i të dhënave në sistemin Teams. Në seancën e radhës të dosjes plumbiart në gjykatën e posaçme i penduari Nurettin Dumani ndau detaje mbi atentatin ku mbeti plagosur marsin e vitit 2022 në rrugën Peqin Elbasan. Sipas Dumanit, ndonse atentatorët ishin të maskuar, ai kishte mundur të dallonte Talo Çelën. I penduari i drejtësisë Nurettin Dumani pretendoi se ka dalluar Talo Çelën mes personave që i bën atentat marsin e vitit 2022 në aksin Peqin Elbasan. Në seancën e së martës të dosjes plumbi i artë në gjykatën e posaçme, i penduari ndau detaje nga atentati ku mbeti i plagosur dhe pas të cilit u arrestua. Ditën e ngjarjes isha tek pull në makinë, tha Dumani. Isha në timon kur u qollova nga një makinë nga mbrapa. Nuk i kam njohur personat që më qolluan, pasi ishin të maskuar, por nga statura e trupit, shoferi më është të dukur si Talo Çela. Dumani tregoi se njëherë një oficer policie në Elbasan i kishte thënë se Talo Çela strehohej nga Oti Kila. Sipas Dumanit, oficeri ishte njohje e Henrik Hoxhës, të cilit i kërkonte 10.000 euro në muaj për t'i dhënë informacione. I pyetur nga avokatja e Altin Docit nëse kishte dhënë deklarime para oficerëve të policisë gjyqësore të Elbasanit pas arrestimit, Dumani u përgjigj negativisht. Nuk ju kam kthyer përgjigje të korruptuarve. Ata janë të korruptuar, ju a kam thënë në sy, tha i penduari. Bashkëpunëtori i drejtësisë u shpreh më tej se deklarimet e para për prokurorët i kishte dhënë në spitalin e Burgut, por se nuk e mbante mend nëse ishin regjistruar audio dhe video. Gjatë seancës, i penduari tregoi edhe për dorëzimin e një arme sniper tek i pandehuri Ardian Ozuni, fakt që u kundërshtua me forcë nga ky i fundit. Këtë monster unë nuk e kam parë asnjëherë në botë. Thërrisni këtë doni këtu, janë të gjitha thashe theme, nëse del një gjë e vërtet nga ato që thot Nureddini, unë do var vete në mes të 313-ës, tha i pandehuri Ozuni nga kafazi i sallës së gjyqit. Seanca e së martës u shoqërua me debatet forta mes palëve, pas kundërshtive të herpashershme të prokurorëve për disa nga pyetjet e avokatëve mbrojtës.
Zëvendës kryeministrja, njëkohësisht ministrja e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku ishte pak më parë në një kompani që është lider në inputet bujqësore. E ndjekim. Por që të bindi fermerët që të marrin këto produkte, nuk e ka me teori, po e ka në praktik. Ja tregon, pra se çfarë. Ja tregon çfarë kultivari do mbjellësh, kur do hidhet, si do ushqehet, si do bëhet pa të gjithë teknologjinë që nga fitani, që nga para dhe derisa shkon në tavolinë produkti. Pra përveç se jemi një kompani si Albasit, që furnizojmë me shumicë pikat bujqësore në inpute bujqësore dhe në plehra kimike, pra në të ushqyerit e bimës, ne çdo gjë përpara se t'ia afrojmë qoftë bashkëpunëtorëve tanë të pikave të inputeve, qoftë fermerëve, kemi një bazë testimi aty që testojmë nga hibridët, pra nga farat, se cila farë përshtatet kushteve këto dhe cila farë i përshtatet tregut, të cilën kërkesat e tregut, por edhe mënyra të ushqyerit të bimës dhe mbrojtjes bimëve. Shumë mirë që më dole këtu ke fara, sepse në të gjitha takimet që unë bëj me fermerët, të një pjesë të tyre unë i bëj në zëvendës ministrin me Dhimo, takojmë bashkë. Një nga problemet më të mëdha që kemi dëgjuar kohët e fundit është cilësia e farës. Sepse që t'japësh një farë me cilësi jo të mirë dhe bujku të investohet në kohë për ta mbjellë dhe për të pritur që të ketë rezultate dhe rendimenti të jetë shumë i ulët, atëherë kjo është me të vërtetë, domethënë, për ata është problem jetik. Kështu që kjo që po thua ti është shumë interesante, pra ti para se ta ndash me ta, ti bën testet njëherë, ti ke parcelat e testimit. Edhe në fushë të hapur këto testojmë. Gjitha këto janë eksperimente. Këto janë eksperimente të gjitha. Këtu kemi qep të njoma. Po, qep të njoma të cilat dalin në divjak. Ajo është lakër, cila është drejt mbarimit, kuptohet, por gjithë kjo është bazë eksperimentale në fushë të hapur. E kuptova. Një vot pashi sot, më në fund. Kjo është një bazë eksperimentale tani, kur çdo rresht është hibrid tjetër, edhe çdo 50 bim është hibrid tjetër. Dhe brenda kësaj sere janë edhe hibridet të cilat janë në treg sot që shiten. Edhe ne testojmë edhe shohim ky hibridi këtu, qofse është në treg, ne duam gjejmë një tjetër sepse tregu ndryshon, kërkesat e tregut jashtëm çdo vit ndryshojnë. Ne do të mundohemi sa më shumë që t'i përshtatemi kërkesës së tregut. E qartë, tham, çdo rresht është një hibrid dhe çdo 50 bim është një hibrid tjetër. Pra gjithë kjo është sa hibridje duke pilotuar këtu do të jenë rreth 100 hibrid të cilët ti i teston. Është material gjenetik nga kompani të ndryshme të botës që ne punojmë me ta. E kuptoj. Kush janë hibridët më të volitshëm për tokën në këtu në muze që ku jemi? Dy hibride, këtu është ndahet, sektori domates ndahet në dy pjesë, është domatja roz dhe domatja e kuqe. Kërkesa tregut vendas këto kohët e fundit është shtuar tek domatja roz, e cila është më e shijshme për të ngrënë, kuptohet, por nuk reziston shumë për ta eksportuar. E kuptova. Do të thotë nuk ka fatgjatësi. Nuk ka fatgjatësi, sepse fatmirësisht tregu jon mbi 90% është eksporti, kuptohet? Dhe kjo është ajo që ne synojmë. Ti e di që qeveria shqiptare synon që në 2030 ne të arrijmë 1 miliard eksporte bujqësore. Sot jemi 540 milion, korrekt? Pra duke qenë se themeli i punës tonë ose baza shëndoshë është eksporti, ne duhet të përshtatim kërkesave të eksportit. Edhe një arsye fort që ne bëjmë këtë punë është edhe kjo këtu. Pra, duke marrë kërkesat e tregtarëve të ndryshëm, i themi, bëjmë 2 herë në vit ditë fushë, mbledhim fermer nga gjithë Shqipëria, edhe u tregojmë, ja, kjo është puna jonë, kjo është bima, kjo është e ushqyer në këtë mënyrë. Ka interes vinë? Patjetër se vinë. Patjetër se vinë. Shumë mirë kjo që pranojnë të trajnohen dhe duan të shikojnë gjërat nga afër. Është tjetër gjë që mund t'i them unë nga zyra apo me telefon, është tjetër gjë kur vjen e prek diçka fermeri vet. Patjetër. Këto është stafi që punojnë në sera, çunat janë nga zona këtu. Çfarë procesi po bëjnë çunat tani që flasim? Të dredhjes edhe të heqjes në ndonjë krah, sepse kjo do vazhdojë lart deri do ngrihet. Po, deri në 5-6 kate. Punë barë. Mundohemi sa të mundemi, kemi edhe bletët që të bëjnë pjalmimin. Dhe ashtu siç e kemi thënë, këtë vit ne synojmë që të subvencionojmë edhe mbrojtjen biologjike. Pra përveç pjalmimit me blet, ne duam që të kalojmë tani një etapë tjetër, atë që na garanton mbrojtjen biologjike dhe që jep mundësi produkteve shqiptare që të futen në supermarketet e Europës apo jo. Ajo do të jetë edhe synimi jon i të gjithë bashkë. Unë kam filluar ta herën e parë që e kam parë, ka qenë para 3 vitesh.
është, nëse nuk gabohem, në disa sera prap këtu në zonën e Lushnjës, në Kolonjë, nëse nuk jam gabim, dhe ishte nga të parët që e nisi atë. Kanë qenë ato specat që ishte një kontratë me spanjollë, specat tre ngjyrësh që me të vërtetë e kam parë dhe ishte shumë interesante se si funksiononte brenda serave që vetë një lloj insekti sulmon insektin e dëmshëm duke i ofruar kështu mbrojtjen. Prandaj quhet mbrojtje biologjike se jo të gjithë e dinë. Dhe tani ne do ta subvencionojmë atë në paketat e Ministrisë së Bujqësisë, shkëlqyer. Nëse mundohemi të gjithë të vëmë nga një tull, Shqipëria mund të bëjë gjëra të bukura, mund të jemi konkurrues në rajon, mund të jemi informacionin që kemi të sakta deri tani, mendojmë që këtë vit fidan do të prodhohen në Shqipëri gati 15 deri 20% më shumë se viti kaluar. Pra do të thotë që është rritur sipërfaqja e mbjellë me perime. Dhe mendohet që do të kemi një sasi fidanësh të prodhuar për perime në sera dhe në fush, gati 55 deri 60 milion fidan të prodhuar. Shumë e qartë. Kurse për shalqinin si vjet është prap një hop shumë i madh, gati në 30% më shumë se viti kaluar, ku do arrim deri në 4000 hektar në rreth 16 milion fidan. Pra, kur i dëgjon dhe kur thua që bujqësia nuk po ecën, dhe kur dëgjon këto shifra, kjo është një fakt i cili s'mund ta thojë askush sepse që më thon këto ne tani prandaj thash që bujqësia nuk është në dorë të rasizmit. Kjo është shkencë këtu. Kjo është e rëndësishme që tashmë edhe bujku që ka pak tokë për të punuar dhe ata me disa dynym, po ta shikosh, janë të informuar, duan që të marrin inovacionin më të ri në bujqësi, janë të gjithë interesuar për këto inovacionet si mbrojtja biologjike, pjalmimi me bletët, mënyra se si pilotohen dhe testohen kultivarët. Pra askush nuk shkon më në errësirë. Thjesht ndjellim tokën sepse toka atë punë bën mbin. Domethënë është shumë e rëndësishme kjo që po ndodh në këtë moment. Se informacioni vjen nga të gjitha anët, pra kërkesa e tregut, edhe tregu vetë të bën që të adaptohesh. Po ta dallosh, nga kjo bim ka ndryshim të madh. Shikoj se ka gjithë kjo vegetative. Kjo është e dukshme. Më të madhe, ka të vetë pra ata janë kultivar të ndryshëm dhe fshatari dhe fermeri nuk bindet duke i thënë, bindet duke i parë. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë arritur një marrëveshje për ndalimin e luftimeve në detin e Zi. Këtë fakte ka pranuar edhe Kremlini. Washingtoni zotohet që të kërkojë heqjen e disa sanksioneve kundër Moskës, por nga ana e tij Zelenski ka shumë dyshime nëse rusët do të jenë koherent për këtë mas. Shtetet e Bashkuara arritën marrëveshje të veçanta me Ukrainën dhe Rusinë për të ndaluar sulmet në detin e Zi dhe kundër objektivave të energjisë. Ndërsa nuk ishte i qartë se kur ose si do të fillonte marrëveshja sigurisë zyrtare në detin e Zi, këto marrëveshje janë angazhimet e para zyrtare nga dy palët ndërluftuese që nga inaugurimi i presidentit Donald Trump. Marrëveshja e SBA-s me Rusinë shkon më tej se marrëveshja me Ukrainën. Washingtoni angazhohet që të ndihmojë në kërkimin për heqjen e disa sanksioneve ndërkombëtare ndaj bujqësisë ruse dhe eksporteve të plerave, një kërkesë prej kohësh kjo nga ana e Rusisë. Menjëherë pas njoftimeve të SBA-s, Kremlini tha se marrëveshjet e detit të Zi nuk do të hynin në fuqi nëse nuk rivendoseshin lidhjet midis disa bankave ruse dhe sistemit financiar ndërkombëtar. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha se kuptimi i marrëveshjes së mbushimit nuk kërkonte lehtësimin e sanktsioneve, e cila sipas tij do të hynte në fuqi menjëherë, duke i quajtur deklaratën e Kremlinit një përpjekje për të manipuluar marrëveshjet. Zelensky tha se nëse Rusia i shkel ato, ai do t'i kërkojë Trumpit të vendosë sanksione shtesë ndaj Moskës dhe të sigurojë më shumë armë për Ukrainën. Ne nuk kemi besim të rusët, por do të jemi konstruktiv, tha ai. Nga ana e tij Trump në një intervistë për Newsmax pranoi se Rusia mund të përpiqet të vonojë përfundimin e luftës. Unë mendoj se Rusia dëshiron të shohë në fund të saj, por kjo luftë edhe mund të zvarritet. Unë e kam parë këtë situatë gjatë viteve, tha ai. Se kaq disa orë pas njoftimeve, Rusia dhe Ukraina akuzuan njëra tjetrën për sulme me dron, por nuk pati raportime për goditje në detin e Zi apo objektiva energjetike. Zjarret në Korenë e Jugut kanë shkaktuar 18 viktima dhe dhjetëra të plagosur. Autoritetet besojnë se këto janë zjarret më të mëdha në dekadat e fundit. Dëme ka pasur edhe për zjarfikset dhe personelin e tyre. Mijëra persona kanë kërkuar të evakuar.
Të paktën 18 persona kanë humbur jetën dhe 19 janë plagosur si pasojë e zjarreve që kanë prekur dhe shkatruar rajonin juglindor të Koresë së Jugut. Kriza e paprecedent mbetet kritike dhe po rishkruan librat e rekordeve për zjarret më të këqija në historinë e kombit ton, tha presidenti në detyrë i Koresë së Jugut. Shumë nga ata që vdiqën janë të 60 dhe 70 të tyre dhe më shumë se 23.000 njerëz janë evakuar, thanë autoritetet e Koresë së Jugut. Zjarret dogjën gjithashtu tempullin 1300 vjeçar në Gonsa, në qytetin Wisong, ku shumë relike kulturore u hoqën u transportuan në tokë më të sigurt. Zjarret filluan në qarkun e Sanchong të premten pasdite, ndërsa më vonë u përhapën në qarkun Wisong. Të nxitur nga erat e forta dhe të thata, zjarret po përporojnë në shumë nga qaqet kryesore të Koresë së Jugut. Zjarri në Wisong po përhapet me një shkallë dhe shpejtësi të paimagjinueshme, tha për Reuters një ekspert i fatkeqësive pyjore në Institutin Kombëtar të Shkencës Pyjore. Një helikopter zjarfikës udhëzuar në malet e qarkut Wisong pak pas mesdites të së mërkurës, sipas autoriteteve, të cilët po hetojnë shkakun. Mijëra zjarfikës dhe rreth 5000 personel ushtarak janë vendosur për të kontrolluar flakë të shumta, si dhe helikopter nga ushtria amerikane e vendosur në Kore. Të martën Agjencia Kombëtare e Zjarfikësve tha se kishte ngritur krizën në nivelin më të lartë të reagimit e zjarrit, hera e parë që këtë vit lëshoi një alarm i tillë. Zjarret e shumta janë rrethëvisht të rralla në Korenë e Jugut dhe vdekjet e lidhura me to janë tepër të rralla. Zjarret aktuale që kanë vrarë 18 persona gjatë ditëve të fundit janë më vdekjepruesit në historinë e vendit. Kategoria superiore ka hyrë në sprintin final, kur kanë mbetur vetëm 6 javë nga mbyllja e sezonit të rregullt, nisin edhe duelet e rëndësishme për objektivat e skuadrave. Në javën e 31 të kampionatit spikatin 2 sfida të tjera ndërmjet pretendentëve. Dinamo do të vendoset përballë Partizanit në derbi, ndërsa Ignatia kryesuese pret në shtëpi Vllaznin, që ka rishqitur në vendin e tretë. Java hapet këtë të mërkur me ndeshjen Laçi-Elbasani në orën 15, teksa në orën 18 Tirana pret rivalet direkt për mbjetesë të Bylisit. Trajneri Bledi Shkëmbi e pranon faktin se kampionati ka hyrë në fazë delikate ku nuk lejohen gabimet. Rejmanaj është në garë për çmimin lojtari më i mirë i raundit.